Ushtria greke zhvendosi të hënën një nga sistemet e saj të interceptimit të raketave Patriot për t'u përgjigjur kërcënimeve iraniane ndaj bazave amerikane në Europë. Sistemi u zhvendos nga ishulli lindor Karpathos në Kret, ku ndodhet baza më e madhe ushtarake amerikane në Souda, bëjnë të ditur mediat greke. Synimi i lëvizjes është nxitja e mbrojtjes ajrore përreth komplekseve të rëndësishme strategjike detare dhe ajrore përreth lokalitetit Souda, që shërbejnë për forcat e armatosura greke, ato amerikane dhe ato të NATO-s. Bazat në fjalë luajnë një rol kyç në mbështetjen e operacioneve aleate në rajon, gjë që e bën mbrojtjen e tyre tërët kritike në situatën aktuale të sigurisë. Duke cituar burime iraniane, gazeta Financial Times raportoi javën e kaluar se Teherani mund të qellojë raketa ndaj objektivave amerikan në Europë, nëse presidenti Donald Trump avancon presionin ushtarak në ngushtilësin e Hormuzit. Ndërkohë, e pyetur posaçërisht për këtë çështje, Ministria greke e mbrojtjes refuzoi të bënte komente.